Doku wow. Përshëndetje dhe mirë se vini në një episod tjetër të Doku Wow. Si çdo të diele do të flasim më shumë për stilin e jetës dhe të veshjes të artistave tonë shqiptar. Sot kemi dy të ftuar që nuk ka nevojë shumë për prezantim. Dy partner edhe në skenë edhe në çdo ditë jetës së tyre, se s'po moj me ndaj serioze me ta hiç, është Besi dhe Valiria. Besar Zëneli apo se jam mësu të thirr Besi edhe me kom vështirë me ta thirr emrin. Bas! A dhe pëse po keshim brek, se dashte me ta bo një prank, mos me të Qëto fol live, heq. mos A dhe po mëj. mos me të fol heq, vish ti me Mos fol me edhe të me fol, me keshe, të pëse. Na. Pëse Po poshtë s'po po mujna do me më duru. qitë hajde, dhez, urna. Hajde urna. A dhe shku- shta me të vetë brek në sa ora transmetohet Në 7:30. Shtatë se e që ta është e di. Që të Një mbledhën kallë me në familje. Po, Mas e parte, përcjellin. faleminderit që gjatë atë kohë me orë, se jeni kanë shumë nxant me darka, dreka, këtë Ramazan që keni prit, se me nëzë gjatë atë Po, kohë me në Ramazan jena normalisht darka, iftara. jena të ftu me iftara, kena mysafir në iftar. Është shumë e vërtet. Do më thonë kena pas këgja levizje ka në musafirve kështu, kena ftu njerëz, na kam ftu në për iftara dhe për një me kemi pas pak si pic kështu kohën, po prapë se prapë gjetëm kohë dhe ja ku jemi. Po ndërlidhna te që kjo pjesa mysafirve bes, sa është e mirë Valiria në kuzhinë, prej 1 deri në 10? Se e di që si kene një mu kërgjo. A nive. Jo, po, jo, ma qështë një çfarë gjëna, një kështu, po mumet, qështë more? një mu. Po veç, desa të bëhet dreka 3 herë shkoj e gjyj bërlogën. Në Se diçka prej vete dhe po sallata t'ri quj majka. bishtat e kepve, prej atë quj atë, shumë heke. Deri në 10 bes. 27 për ato. 27. Valira të shë? 27. Yes. Po. Unë s'po foli, se tani po thënë jo për livdu. Ja, Valira e di që t'ka livdu edhe kur ti nuk e qenë prezente, gjithë thot Valira dhe me ka të Falë bre, Veç kofta tash, ki gjotë në tash le ta Le të konfirmon edhe ta një herë. konfirmon edhe para teja, kështu. Faleminderit për Konfirm. vlerësimin. Bravo, Bravo. edhe ti je shumë i mirë me gjithë për llokun. Yes. Edhe me një mbledh ato. Që një Me bre shku parë me një qifti, blesanet. kështu du të më kanë krejt. I blen Qysh sa se në na? shiture. Po, qështu Jo, fane, Valira. pozitiva, me hap energji pozitive. Valira, e dim që kohën e fundit je shkëput pak prej intervistave. Po është shumë e vërtet. Edhe shumë kisha dasht me ditë arsyeën, sepse e dim që ti je njëri që e don kamerën, je kanë gjithë aktive. Po është shumë e vërtet, unë edhe e du kamerën edhe më pëlqen jeta televizive, se në fakt e kemi edhe profesion edhe kemi, si me thonë, obligim na me dal në për intervista, po për shkak të keq përdorimit të disa intervistave, dhe me thonë, jem revoltu qatë shumë prej disa pseudo-gazetarve, cilët i kanë keq përdori intervista tona, edhe i kanë shfrytzu keq për disa klikime që ju ka mungu pjesa ana etike, njerëzore, dhe me thonë, për qatë arsye kom vendos që knatësin mos m'jap as njanit heq, dhe me thonë. I zgjedhe shumë intervistat se ku shkaj me bo intervist me jap një intervista dhe ndonjë ekskluzivitet cilin e kemi, po e kanë tepru këgjasi shumë, dhe me thonë me qëtë pjesën ku ta shfrytëzojnë se cilin fjallë që ti e thu, dhe me thonë jenë gjendje për disa klikime me qitë keq ose me manipulu një diçka që ti e ke thonë, veç ata me marrë një klik edhe qash nuk ju intereson Nuk ju ma intereson shumë. nëse preket familja jote, Jo, ose ti personalisht. sidomos në Ku rastet e prekën fundit, dhe me tema thonë janë temat tuat. ndihshme që ti, ti mundesh me komentu, na jemi fytyra publike, dalim në për media, ti mundesh me komentu diçka që ka të bëj Për një me. për një me me ty, ose mundesh me jap Po një do koment kërkes, po do me... kërkes. Nuk më bën përshtypja ajo se nëse njerëz shkruajnë komente negative, ose shkruajnë çado që shkruajnë nuk është që më bën shumë përshtypje, po momentin që ti e prek diçka ma shumë se ajo që takon ty, atëherë është ti për e ult. Edhe mendoj që nuk e meriton, dhe me thonë asnjë medium më jap ti knatësinë që ai më shfrytëzu ty deri në çat pikë. A ka ndonjë rast specifik kështu që Po, rasti specifik janë shfrytëzu, dhe me thonë, rasti fundit Besi ka qenë me një intervistë, edhe
e pyesin për një gjinia, do për preferenca e gjinisë, çka kishte preferuar ti me pas në të ardhmen djala qik, edhe besë jep mendimin e tij, se di, a ke thonë djalo se qik, nuk e di çka ka thonë. Po sido që tjetë, domethënë e kanë prej veç atë pjesë të folën e për gjini. Të fol besi për gjini, edhe kanë qitë komplet prej kontekstit, edhe kanë vazhdu me, leshe kanë qitë intervistën prej kontekstit, për kanë vazhdu me prodhu lajme të reme, që dhe me kënajna në pritje të fëmis veç nuk përdina gjinin alo. Veç gjinin, tash na e kena me të me zgjedhat, jo dhe gjinin, dhe me nëzhe që atë ka ardhë puna. Ani tash e lista u bojë gatë, po, lista u bojë gatë, po, tash po kanë drejt po du me thonë që është jashta se cilës etik të me prejkë dikon delin që atë pikë. Najna të mësum, e dim se çka ndodh rreth botës televizive dhe çka bojnë për një klikim, po familjarë tonë nuk janë të mësum edhe ata preken edhe i marrin afër zemrës se cilin koment që një medium e bën e dim që fuqia medias është shumë e madhe. Mesazhe ako trena i sen, po, domethënë presion linjeve po edhe familjarëve, domethënë kur shkon deri në atë pikë që ti e prek edhe dikon që si përket kësaj fushë, nuk i përket kësaj bote, atëherë është e tepërt. Edhe për çfarë arsye kom vendos edhe mediat, edhe portale, diçysh mund me preka diçka për stilin, për jetën. Okej, diçka ose ti hajde çfarë nëse ka diçka të re, edhe s'dojnë na me bu publike, ka zbulu një medium, okej, na jena fytyra publike dhe e kuptoj që ka dhe matematika, unë e kuptoj që ka dhe matematika që i përdorin edhe për fytyrat publike, domethënë që demek pjor shat një lajm edhe e qetën, wow, hadën për një vëmendje, për një tru vëmendje, po fatmirësisht jemi shumë të përmbushur në pjesën e karrierës edhe nuk kam nevojë për asnjë skandal ose asnjë vëmendje mediatike që a din mu përful që ashtu se të ke fundit na jemi aktor, pjesën që e bojna në televizion ajo është krejt për qef që e bojna. Unë jam e përmbushur me teatr, me filma, me sane që i bëj që janë të fushës që unë kom studiu dhe kena kry shkollë për qatë punë. Kështu që kjo është një falënderit edhe ty brek për ftesën, unë e kom pranu me shumë knatësi, do më thonë se... Edhe kena pak largë, zë shumë më me kërra në kohë. Jo, e kom pranu me knatësi se kemi raport shumë të mirë edhe të njerës që kom konfidencë është tjetër muhabet ajo se unë e di çka flasë dhe di të kur shkoj, edhe jem bot tepër selektive, do më thonë që mo nuk... Veç po mjetë mi refuzu qështu. Shumë që s'm ke refuzu, faleminderit. Të te ke konë edhe ti. Për pak. Për pak e konë tu refuzu sa edhe ti, po ja që shpëtove. Shpëtove. S'po kam dhe që më korruptove. Valire, e këto komentet për shembull negative se kemi pa pak të një populli shqiptar është problemi. Është një fat tendence, po. Për shembull rolin që e ki ti edhe çush është Valiria në jetën personale. Breka, di çfarë mund vjen keq. Mund vjen keq që njerëz, domethënë, nuk e kanë çat aftësi ose ç'a më thon që me kuptu edhe me dallu atë pjesën kur ti në një rol, kur je të e bën një karakter, çkado që është ai, edhe pjesën kur ti je vetvetja edhe del që të rashemi me një intervistë, edhe janë ato kallzu diçka për veten. Domethënë, puna që na e bojmë do me thonë, kom pasë në fillim te për njerës tuke shkuptu, të më shkru në cilin vend jetën ti, edhe më nashin njerës në rrugë, a jetën ti në Gjermani për shambull rolin që e kom pasë të Sebahati, do me thonë qash e kanë marë për zemër, ashtu të menu që adin... Në fillim kanë menu që është podcast, të për një me të full, po, ato të menu që është intervista, po edhin, ajo ka një stjesht, ka një sitcom, një serial që është zhvillu, dhe më thonë që i ka prek temat për një met tepër aktuale që janë dashta dhe të vërteta, po që e kemi janë të vërteta, e kemi këty në zakonisht humori bëram prej që sajnat të vërtetës, ka një herë të hidhur, ka një herë të mirë, po... Gjysë ma hajgorës o për një me? Po gjithsesi, dhe më thonë ato komentet janë qëre unë nuk ndikona prej asnjë komentit, thash edhe ma heret, përveç asoj kur prejkesh ti personalisht, diçka personale që ti nuk donë me zbulu ose do mjap kohën diçkafet, atëherë mu nuk më bojmë për shtypja ato. Kam edhe komente shumë të mira, po ato që ka janë, dhe më thonë, i përgëzoj ata njerës që kanë vakt me hi edhe me komentu jo të onë. Po të secila fytyrë publike, dhe më thonë që den televizion e jap një intervistë ose të regon diçka për jetën e vetë, i përgëzoj që e kanë gjithat ku me dalë, që kanë gjithmonë një mendim. Edhe kanë gjithmonë një mendim për edhe diçka. Gjithmonë negativ. Edhe gjithmonë, po mu shqetëson që kjo, apo din, kjo është për më bë marak, apo din. Po. Ja, jo, po si shëshni, po ti s'po menon diçka pozitive, apo din. Sport në veti.
sport në veti edhe e kom vrej që disa prej komentuzve, qështu që janë kështu të rregull, me bo me ja kthyti një mesazh ati tipet ose tipkës që të komenton qashtu, me njëherë a i ka me të bo kështu, on falë adin se unë këmenu si kështu, këmenu si ashtu. Ka njëherë e kanë edhe atë qasjen e gabume. Kanë qenë të edhe vëmendje. Jo, e kanë qasjen e gabume se qush dojnë me ranë kontakt me dikon që ata e përcjellën, se të nësë më përcjellë më 24 orë. Atëherë të nuk e din këtë rrjedhën e punëve të mija që e kom boa, po den, mu që ta më bëndë qudi. Pësa vlashko për këshyre, mutëra që më kom ty. Po dhe përpse edhe më bëm follow, e përcjellë punën të emë edhe ta njëhin komentar negativ. A bëdin që nuk ka sens. Se nashta o bënën pak su serios. Po jo, është shumë e mirë për mesazhu që jo, është mesazh i mirë seriozisht. Është mesazh i mirë se do me thonë edhe tash kja ka njësë që nga konte fake. Që të kanë vedhime të shokë. Po dhe që to e di, hajtë. Jo, bre. Vem të shkruta aty. O bone ti. O bone ti me na kalzuneve, atë mëre ti. Qysh dorë na i burri, qysh full ti me atë qalore. Që si komente, që ka ndohë? Të gjena besi për i mirë. Sa i mirë besi, kjo është një angel. Po, angel. Sheton këto. Bes nëse Valiria të kështon me hek telefonin për 24 orë. Ma, mëse përrek në pik dop të brek. Jo, po, që të ngojnë apit. Do më thonë me zhduk telefonin, komplet, nëse me hekës në telefon, edhe më fokusu dhe që të Valiria. Sa kështë mujt me thy rekordin të? Jo, po, qëra. Sa sekonda bes? Sinqerisht të do më një najt pa telefon. Nuk është problem. Kena najt më në begna pa telefon? Po kena najt bes Bele, qëfar burri e më konë unë e gruja më ka mojë telefonin. A mo listën e blokave ka pas shumë gatë. Ja, i krejtë. Se vija më këshilë. Ma dhe kërja u hek shab blokin atë sa shumë dhe jo. Aja u ki bo qështu të të njera, Jo, s'dija sa kom që se listë, bele. E ka një bes pa telefon. Listën e zezë e ka për një aruj. Sa të thët, gruja unë rrives kjo, ndanë fërte nuk u mënën nga. Që, apo shë, që të tani njerës bëjnë formë për mënën që kjo shumë djallë mirë. Po një do është të vërtetu sans për taj. Po qëtash mi dhona ma telefonin s'maja, po ju. Jo, kjo s'pa të të telefonin. Apo jo, kjo është një provokim. Qish ke pitja dhe njëra? Qish ke pitja? Me zhduk telefonin. Edhe unë me najt pa telefonin. Jo me ta javë ty, Valira, jo me ta javë. Mja e briket telefonin. Jo, me zhduk edhe me najt me ty 24 orë pa prek telefonin. A t'ja lujna briket 24 orë telefonin. Nga, ku po kjo edhe ma zi. Unë e kënoq, na kisha këtë. Të që të stori e brike kaj. A, dhe që e burri martum, qa të lipat? Best. Nëse e kështë bo një monolog Valirës, qysh kështë fillu monologojët? Si se në dashnica? Po. Ama... Hajde? Së me najtë seriosë. Si një ndër hyrën të në time bedre. Jo, po Valirë. Unë jemi inspiru për asaj poezije dhe të më thonë të asaj ditë e ndashuru në grunë të më përzdyt. Të dua shumë besat. Të dua shumë Valirë. Qishtë, si në duhëm qishtë. Nuk duhëm na me lafe. Kur t'jem shumë në disponim, ose tash du të më mbu në rëdhëz, ose du të më mërzitin e për të, për me ditë mja maru i rëmekin, po kështu, veç fungeron t'a din që t'i për që aty me përju kësi seme. Cili për juve? Po, tova krejt. Sa i ka menu dhe me dhona e menen qysh të në kohën, qysh me rajt e qysh me hinë qef. Jo, në veç kur të ndjeje bëj. S'kam përgatit në në A të thët vërtetën? Dhe vetëm të vërtetën, as i gruje që e mbrunë që të që thët. Po, që është është? Që të që thët besi në jetën të në është të vërtet. Valira, e acceptaj. Cili për juve dy vesh shpenzon ma shumë? Dhe më thonë cili hargjon ma shumë të shasë? Qëre, me shpenzojna dytë, po i kena shpenzimet e dame. Unë jem ma shpenzimet shpisë, kështu. Përveshje për kështu? Përveshje në këtë, përveshje dhe këtë hargjit janë. Besi këtë ma shumë hargjit, dhe më hënë. E që di që i hargjit aforet.
edhe kafe, jo na i kështë... Qëto i të prejën, me kafe e të Me prejën. kafe, do me thonë, me do kapele, me do vishëm e pava shpirë qëta, bleva qëta, vishëm i që më fëtë, Do me thonë si për fundim, besi hargjon ma shumë, se nëse ti hargjon për dytë për shpe. Po në zakonisht për shpe. Që si bjen men, mu nuk më bjen men. A bën ty në erë dhurat? Po i bjen dhurat se kem... E di unë, e di sa bën dhurat, apo për du me... Po sa që ka me ble për vete edhe mu më blenë diçka. Gjithë. Ose dhe më thonë përfundon pa... Pa i ble vetet e nuk i ble besit. Jo, është fort e mirë. Por dhurata është shumë e mirë. Në përgjithësi kështu, për bes, po. Po ndërlidh na prapë qëto. Po më këtë të ndërlidh. Ani po lidh na. Lidhët. Lidhët. Mami po lidh na direkt qëto në temë. Okej, a ka nëj veshje që ka pëlqy shumë e besi. Edhe ke thonë që shto po bëqan burri janë. Po do të është. E di që çdo ditë na shteja. Kjo ma shumë pëlqen kërati, është më të thonë drejten. Që është e vërtet e po. Ta shte mu vesh, ta shbrek, më kënë zonë pak se. Nekse, vazhdojna, next. Po se di, Outfit i letë, 0 euro. outfit i letë, që se di, të vesha dhe me thonë e kam edhe vetë një farë problemi, kështu se veshin e kam me disponim. Ka njerë jam disponim mu pispilu kështu adin, mu veshe mu të lejis kështu shumë. Ka një herë e kam disponimin që me konë sa ma cool, sa ma qela, po din, a jam varët, e kam veshin e kam shumë e disponim. Po zakonisht se di mu më pëlqen stili i besit, nashta që e du, nashta, e tani se di. A ka ndodhur ndonjëherë për shembull, me thonë besi s'ke marrë me qitë veshja, s'po m'pëlqen. Jo, ka njerë huq me kombinime. Do më thonë... Po, ka mundësi na njerëz Po zodhje. na them atina pak ma detajiste. Po, Jo, me pa qona në mëngjes me pi kafe. Kë si quhet për gjumët këqyr sa ma shpejt me dalë prej shtëpisë, se veç këqyr qa janë senet e para në dollap dhe Qatojme. shpesh do me thonë i ka do se ka tesha shumë besi, bluza e kështu farmerka, shpesh ja heki 4-5 coba që në kështu në përmi, ja që sa të përfuni, kështu se i bjen mos me vesh do. Se për që pi nëzirë, kjo pi fundit. Qato që vinë ma shpejt mi kombinu i kombinu. Qa i ka ma përdore kështu i vesh. E tani në mramje po, muj me pos vakt në mru. Po në mëngjes kështu ditën kur dalë, vetë qam vjen opcioni parë. Si të bona për mi lyp. A cili vënon ma do më thonë për ty bes e pom që ti po veshe veç shpejt e Ja. Po jo, zakonisht Ti atë merr shumë kohë, jo, kohë, nuk kohë, vënuna kohë, shumë, jo, nuk vënuna shumë, se dyqysh, nejse, po mënej, kafen e mëngjesit e pina të lagja, Thjesht. është shumë po, nuk është jepim zërë shumë, se dalë me pini kafe më këfil. Une, më ka ndodhë me dalë edhe mund pijama ka njëherë, edhe... Nuk kam t'jeshme, se që shikini themna do pijama bënë edhe në klab Po me valla, dalë me to. do i kena qasht mirë asa që zvreje. A keni na një kështu të njëjtë që keni atë? Me Ja. që i kena pasë, valla. Si do me kështu që couple që i bëjnë. Une për Po i shumë. pa të më hekë se mësyshit ta ma se ti. S'ken të mira për mësysh. Bes edhe Valira e këna që tash një rubrikë Ai. tjetër, shumë interesante. Hajde. është një rubrikë jej nej. Ku për neve. Kemi një udhon disa opsione të Okej. disa artistave shqiptar, edhe ju keni përzgjedh njënin për Me të. që unë shpe? Ju, Kështu, okej. si preferencë. Okej. Edhe qaj që mbetet prap me krahasu me personin tjetër. Valira, po fillojna me ty, Mahmut Ferrati apo Naim Abazi. Do me thonë kemi zgjedh njërin për tëne. Cili do këtë pikpamje të parës e paraqitjes keni ke ma një? A mu më gjithë, i ka tje i hikë, se për ta që këngojnë. Jo dhe kam familje. Po edhe na Qa kemë, po për bë? s'ka me bomet. Do është njërin me Ja, zgjedh. me komentu veshjet edhe me zgjedh njënin për Çka tine. dush komenta? I morëm Që shpejt. me brek se dhe unë jam edhe grue martume, pak si problem me zgjedh. Me të halal, Ai, se që dhe të kjo brikim halal. në stanin, shlevë gëdë jenë. Që ata janë se një stilin njëjtë qysh, po mëna janë gjithë me katë tesha, janë që jem të e paramendosh. Qysh më përë Më kujtu telebingo, naj. në telebingo i ka pas katin ndryshëm. Njërin dush me zgjedh. Se kena dhe Hajtë Tani, për keni zgjedhe, krahasu jo, tani. për zgjedhe hajtë Mahmut Ferratin. Mahmut Ferrati apo Sinan Hoxha? Sinani ka një stil ma ndryshe pak. Ma dyqy. Vazhdoj me qëndru të Mahmutis. Vazhdoj pa me qëndru të Mahmut. Qëndrojmë ka Mahmut. Mahmut Ferrati prap apo Daim Lala? O nuk heki dorë për Mahmutit. Mervesh. A të kujtot na i veshje e fundit që ka pas
Maut Ferrati ose Michael? Po. E ka pas herën e fundit që e kom pa, e ka pas një kostum të get në bëlt, me një këmish të bardh, edhe një... Edhe shiretin, e ka pas nga të shiretin. A jenë domë, dhe të thonë si janë grë. janë damin. Po, unë e pitë që atë heshët në me kom po më profën, mamët, se kom pas profesor të muzikës. Kana profesionale. Edhe po. Jo, për një me, Mahmut Ferrati për një me është këngëtar shumë i mirë edhe jenë arrit me këngë Se të dhe mos tij. maturën nuk ka që e krymë për Po, tina, nuk pa ka kojtë. hez, domethënë, pa marrë pjesë dika në për... Gjdo maturë e një Edhe këngë dhe përshëndes tina. Mahmut Ferratin, Përshëndesim Profën. profën e Besit, Maut Ferrati apo Ylber Bardhi? që kom ma qëtë Ylber zezën këtu. Që Ylberin e kena dost koleg, po tash qysh po menan. Po edhe stilin e ka ma të mirë Stili, Ylberi, po, se... stilin e ka shumë ma të mirë Ana, përshë Ylberi. që vjen koha me ndru tash. Po, ne dhe. Po menej për kana e stilit normalisht është Ylberi është është me stil ndryshë, kena ma është dost. stili që plus e kena dost, plus Albina e vesh ato. Lutëm. A din tani, Dhe qysh me Do kritiku më thonë ato Ylberi. është problem. a? Ylberi. Ylberi, po. Ylber Bardhi apo Meda? Ja, Ylberi, vazhdojmë pra. Do më thonë, okej. Se tani Meda po përzihet me Mahmutin edhe ai me një farë stili serioze. Si të njëjta? Si të njëjtë. Për ty bes, i kena Për të ty, zgjedhje shumë kjo- A jenë interesante. qika... Qika E, treja qashtu. janë. Do treja, që që... E pse besi qika treja mu... Jo, jo, ka dalë për mësë këtë valire. Nga që stash kur të Hajde. mangullë, në isem pa lidhje. Bes, Shyret e Beluli apo Shkurt e Fejza? Shkurt Këtu e me Fejza. Sardi e kanë pas një farë fërke me zvete, diçka. Ja, shkurt e fejza, shkurt e fejza. Shkurt e Fejza. Shkurt e Fejza, Meria Braha. Tash nëse flasim për stil, duhet ta lëmanë shkurtën, sepse është shumë serioze ajo dhe nuk eksperimenton me veshje. Shkurt e Meria Braha. Meria apo Remzia Osmani? Për hatër të Naimit Meria. Që i rrinë mirë, se Naimi është edhe një farë mënyre aksesor i mirisë, se nësë shkojnë bashkë. Po Meria Braha prap apo Motrat Mustafa? Meria Braha se ato e ka dha blak. Spendran. Ja, bëshe, serios. Umore jam në të njëri i Qdo vendas. bes jam e sigur që keme ndru. Po gjithë. Nuk e di pse. Meria Braha apo Teuta Selime? Teuta Selimin nëse i shkom në stilin e... Si artiste edhe në stil Edhe në muzikë edhe në stilin duke të ajo qa po bojmë na, po do që është konga. A në qatë stil, nëse i shkom po. Për një që... Okej. Ja. Apet ju, a? Ja, Teuta Selimi. Teuta Selimi apo Eli Malaj? E që kjo është e fundit bes, kështu që... E fundet. E vazhdoj me Teuta Selimin, se më ka pëlqy fillimet e saj shumë, kërëdoj, me ato kongë të veta nice. Unë, dhe më thonë, vazhdoj edhe adhuroj diqysh Teuta Selimi, nuk e di pëse nuk. Po a tha treja bre boss, diqysh në meta, ndë. Treja janë halo, pse? Treja janë kësu treja. Ide. S'kom guxu pri Valirës, Valira më ka thonë, ti ka qupë nuk më bën do ashtu. në telefon, për ti ka zgjedhjet i ka bu kjo. Onë? Okej, kemi edhe një rubrik tjetër, që është pak ma ndryshe prej këtëne rubrika tjera. Dhe tashtë. Është pjesa, ose rubrika me sy mbyllur. Rubrika me sy mbyllur është një rubrik krejt ndryshe. Zakonisht i ftuari i mbyll syt edhe për zgjedh diçka me sy mbyllur. Po kësaj here, me qenë se jeni të dy të ftuar, unë e kom mendu me zgjedh Besi për Valirën diçka me sy mbyllur. Po mu, Valiria më ka thonë një ide tjetër, apja thu, apja tha. Të zgjedh Besi dhe të veshim Besin. Po kam qëtë me sfidu Besin me pa. Shpo do këtë pak. Unë me vesh se Qa të zgjedh janë? Kena edhe pjesën për meshkujt, po Valiria po do me Po. shti ka themnat. mix. Me të miksu pak. Në veç dolëm të marrajrë. Po. Se është sfide modhe. Sprovë, e modhe... Do me thonë, Unë e pranoj të asaj e modhe që do. Po të Ja, Po të modhe vesu që do shumë, është. Do së të denë që derezi me përru,
Po kribës. Sfidë është kjo, Sfidë. kështu që dush me pranu edhe me realizu bes. Po që dirë. Po sa ma telefonin, cëllën dush. Jo, telefoni për Qa dush po vesh? Jo, e veshë telefonin kështë do. Okej, pra, po shkojna për marim një sheret e kena përsy edhe këthejmi qëtash. Okej, kjo është... Brek? Hajde merete. Atë Rubrika me sy mbyll. Ja, lidh. Hajde që po të një maj që shtë. Brek. Bes. Erdh dita. Punim edhe kjo po mu i ka vëna një mune. Po jo, Pak me dosht, pak, A e ki shumë? A i kita manë që tash? Mos po shanaj sa në poshtë? Jo. Po, Tash, Valiria ko me të orientu. Ku do që të shanë Valiria që ato kemi vesh? Të silë i pak. jo, ty kime më ngrasë se më sa dush. Se ako njës në vetë në shua. Hajde, bes, vazhdo që ne. Shumë rëtë. Ej! Hajde me gjek nezër. Jam një, s'pi praka. Zëtë me isa. Jo, që ato së Me tentejnë e këta. Ja, fustani, ja sta pregi kërë. Alë, s'kjetë. Bravo, bes. Stash, amo brek. Shkjo ka setër, që ta nëse së mbjen numri për ndrej. Jo, që atë numër valla bes dush me vesh. Po ja, s'koli, ti shkuj mërteshat, të duhen ty veshe. Qysh do që të bjen? Shto për du, qau. Okej, qaja shumë është e bukur. I Apo? bukur. I e Se bukur. setër ka valo, setërën e veshe. Okej, që e vazhdo një Hajde, zhveshtore vazhdo. orientoje, Valira? Kua? Vishen qëtë. A ti një maj brek mu vesh? Jo, t'ja more. bëj, ti t'ja bëj surpriz, le del këtë tani me sy. E shë vetët me sy. Jashtë, Po, mund është mja i Valire këto të sytë tash, le tash e zgjedhje në vetë? Nahlo? Që kretë që më kam bo. Kostum është Nese bes. po më shkaj kam e vitë. Hajde, bes. Hajde bes. A ki shtik më valet dhe? Inshallah po Shë t'dim. ras ti. Kështë më po të vesh. Okej, Në hajde. këtë njërë. Hajde, bes. Të këshyrim që po të rënko. Vic Valiria dhe mi po këto sajnë e kështu. Shto për moj. Besim. Kur të Po, veshe. po të lutem se Jo, dhe që dukesh zi- po po shto pedi, ka pedi se qa po thu për A po cezë. vesh? Vesho, vesho. Vesho i ndëru. Na i gjamper dhe qka po duhet? Ja, veç të musha më desh njerë. Të me të një mu. Bes, a je gati qëtash? Besi. Kam shumë emocione. Hajde. Hec pjo kaldojnë a holte. Del. Hajde, hajde. Kamer mundi. Shka për të? Bashkë dhe kështu mas kam me mirë. Se ka në Se për qëta pëse jashtove që s'po Kjo, të... po i kom fatika atë njëre me shkollë, sa... Pasë, në i Qërë në besin. Një kombinim fantastik. Shto pi marrë në, kësmet. Po të shkaj kam alla bes. Shtu që shumë pak në ashtaj, visi zgjënej një farvani, se vëmin pak është. Edhe dhe ma më shkollë. Ta shkën tran gjyrat, bes, edhe me mjekër po gjyrat. shkuat. edhe kostumet. Gjyra ime, është. E mërë bes qatë shtën gryja me bo, Vala. përshë? Në, Qa? Goti për pak në sigur. Shqyqës kam i njësat e këtu se Bes. shumë në kuar. Të kisha ftu marrë qëto një sekund, edhe mi falendru edhe një herë të dytë që kanë qenë sot pjesë e DokuWow, edhe që ma kanë drejtë krejt emisionin edhe inshallah krejt njerëz të më në pas edhe me ndje energjinë e të në pozitive që shpendjejo në qëto. Kështu që i përshëndesim. Ju përshëndesim. Edhe në me puth tash, po se vi që